Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, ja tani ku po takohemi me historinë e radhës, këtë herë për të treguar dhimbjet e një zonje që ka kaluar në jetë. Zonja në fjalë ka dashur të mbetet anonim dhe unë do të respektoj etikën e saj, ka treguar një histori që në fakt në momentin që unë e kam lexuar, më besoni më ka lënë pa fjalë. Do të thoja një shpirt i vyshkur nga lodhja e jetës, jo nga mosha. Nuk dua të zbuloj emrin, sepse dhimbjet që kam kaluar i kam mbajtur gjithmonë të fshehura, si plagë të heshtura që nuk i shëron as koha e as fjalët. Jeta ime nisi si një pranverë e bukur, me aromën e dashurisë dhe ngrohtësisë në një familje që më rriti me aq mundësi sa kishte. Prindërit e mi, dy njerëz të thjeshtë, por me zemër të madhe, më dhanë çdo gjë që mundën, edukatën, dashurinë